Pas ekranit të shkëlqyer dhe buzëqeshjeve të tyre të paharrueshme, shumë aktorë turq kanë përjetuar dhimbje, humbje dhe drama që pak njerëz i njohin. Sot do t'ju tregojmë anën tjetër të famës, atë të vuajtjes njerëzore. Qëndroni me ne për të njohur aktorët për te roleve të tyre. Në kohën kur karriera e saj sapo kishte nisur, Beren ishte e dashuruar me Efe Gyrai, një student i muzikës dhe këngëtar që adhuronte dhe e përkrahte pa kushte. Por në vitin 2004, ndodhi e paimagjinueshmja. Efe humbi jetën në një aksident tragjik automobilistik. Beren ishte vetëm 20 vjeç, ishte dashuria e saj e parë. Jeta e saj u ndal. Ajo ishte e shkatëruar. Në çdo intervistë më vonë, ajo ka përmendur Efe me lot në sy, me një zë që thuhet në çdo fjalë. Pas vdekjes së Efe, Beren kaloi muaj të tërë në depresion, u mbyll në vetvete. Shokët e saj thonë se ajo nuk fliste me ditë të tëra, vetëm dëgjonte muzikat që kishin dëgjuar së bashku. Por në vend që të dorëzohej, ajo zgjodhi të jetojë për të dhe për dashurinë që kishin ndarë. Hande ishte e lidhur fort me nenën e saj, një nenë e re dhe e dashur për të gjithë. Por në vitin 2019, ajo u diagnostikua me kancer në tru. Hande, që ishte në kulmin e famës, ndërpreu gjithçka për të qenë pranë saj. Ajo shoqëronte në spital, e përqafonte, i qeshte dhe i jepte forcë. Në një postim të saj, Hande shkroi: "Unë nuk mund të jem kurrë më e njëjta pa ty. Ti je gjysma ime, zemra ime nuk do rrah më njësoj." Fatkeqësisht, ajo ndërroi jetë në janar në 2019, ishte një goditje e rëndë. Hande shpesh flet për shëndetin mendor, forcën e gruas dhe dashurinë familjare. Ajo ka mbështetur fondacionin për luftën kundër kancerit dhe thotë: "Të duash dikë që nuk është më, është një mënyrë për të jetuar me shpirtin e tij çdo ditë." Në 29 qershor të vitit 2007, ditëlindja e tij e 28, Barish ishte rrugës për të festuar me miqt në Bodrum. Në makinë ndodheshin edhe 3 persona të tjerë nga seriali. Në orën 11:01 të darkës, makina u përplas fuqishëm me një kamion. Ishte një aksident i tmerrshëm. Të tjerët pësuan lëndime, por Barish mori goditje më të rënda në kokë. U shtrua në spital në gjendje kome. Fansat u mblodhën jashtë spitalit, media, familja e gjithë Turqia priste një mrekulli. Në vitin 2020, ndërsa xhironte serialin Vajza e ambasadorit, fansat vunë re diçka të çuditshme. Neslihan duke shumë e dobët dhe shumë e lodhur. Ajo nuk mund të qëndronte gjatë në këmbë. Lëvizte me vështirësi, humbiste ndjenjat në xherime. Mjekët e diagnostikuan me sindromun e përshkrueshmërisë së zorëve, një gjendje e rëndë që ndikon në sistemin imunitar, ushqerjen dhe fuqinë fizike. Në një intervistë të mëvonshme, ajo rrëfeu se kishte kaluar momente paniku, depresioni dhe ndjesi të forta izolimi. U ndje e pavlefshme, pa energji dhe me ndjenja të thella vetmie. E ndjeva sikur po më mbyllej jeta, s'doja të zgjohesha më, tha ajo. Tunxel Kurtis nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një rebel, një aktivist politik i majt që fliste pa frikë për padrejtësitë sociale. Në vitet 70-80, ai u burgos disa herë për shkak të bindjeve të tij. Kishte një zë që nuk mund të heqte, as para diktaturës, as para sistemit të korruptuar. Shkroi, drejtoi dhe luajti në 10 shfaqje të ndaluara që sfidonin regjimet. Në film luajti me shpirt, qoftë në role dramatike, qoftë në ato filozofike. Ai ishte gjithmonë thellësisht i vërtet. Në vitet e vona, fitoi zemrat e një brezi të ri në rolin legjendar si Ramiz Daja në serialin Ezel. Një personazh filozof, i mençur dhe i rrezikshëm, që fliste për jetën me fjalë që sot janë bërë virale. Ku ne përzjodhëm njëherë ndërto. Dashuria është si një orë ere, zemra mbushet, truri zbrazet. Më 27 shtator të vitit 2013, aktori i madh ra nga shkallët në shtëpinë e tij në Etler, Stamboll. Goditja në kokë i shkaktoi hemoragji fatale, u gjeti pa jetë nga gruaja e tij. Ai kishte kaluar gjithë jetën në skenë, mes shikuesve, zërave dhe duar trokitjeve, por në fund u shua në heshtje vetëm. Vdekja e tij tronditi gjithë Turqinë. Mijëra njerëz u mblodhën në varrimin e tij në Stamboll. Njerëzit qanin, recitonin poezitë e tij, ndanin fjalët e Daj Ramiz. Pas lindjes së fëmijës së parë, Berguzer përjetoi depresion pas lindjes.
Ajo e përshkroi veten si një robot që thjesht ecte përpara, pa ndjenja, pa dritë në sy. Kam qarë me orë të tëra në tualet, fshehura zi nga të gjithë. Nuk e njihja më veten, tha ajo në një intervistë rëngjethëse. Ajo nuk ndante asgjë me askënd. U tërhoq nga rolet, nga projektet, madje praktisi karrierën për disa vite. Pak pasi u bë i famshëm tek seriali Sultani Madhërisëm, Halit mori lajmin se babai i tij kishte ndërruar jetë. Ai nuk kishte pasur asnjë kontakt me të për 35 vite. Doja t'i thosha shumë gjëra, por ishte vonë, ai vdiq dhe unë nuk isha atje. Kjo humbje e papritur e çoi drejt depresionit dhe izolimit total për disa muaj. U përfol se kishte praktisur gjithçka. Në fakt ishte një heshtje duke e përballuar me vetveten. Në rolin e Sultanit të Madhërisëm, ai përdori lotët e tij të vërtet në disa skena. Sipas intervistave, në atë skenë kur vdiq një nga fëmijët e mi, unë kujtova baban tim që nuk ishte kurrë aty për mua dhe qava pa ndalim. I lindur në 19 maj të vitit 1972 në Ankara, Ozcan Deniz u rit në qytetin Aydin pas moshës 5 vjeçare. Familja e tij me origjinë kurde nga Ari përbehej nga prindrit dhe 5 fëmijë. Në moshën 12 vjeçare, ai punonte në një fabrikë së bashku me vëllain e tij, duke ecur në një orë në këmbë çdo ditë për të arritur në punë. Kjo përvojë e hershme i mësoi vlerën e punës dhe e nxiti të kërkonte një jetë më të mirë. Edhe pse nuk ka folur shpesh për familjen, Murat ka përmendur se ka përjetuar një fëmijëri të vështirë. Familja u zhvendos në Stamboll, ku ai ishte shumë i ri, dhe shpesh ka përmendur mungesën e një figure mbështetëse mashkullore në jetën e tij. Kjo ndoshta është arsyeja se ai shpesh luan role të burrave të fortë, por të plagosur, sepse ai njeh shumë mirë çdo të thotë të fshehesh një shpirt të lënduar pas një pamje të fortë. Xhan ka treguar se prindrit e tij u divorcuan kur ai ishte vetëm 5 vjeç. Kjo ngjarje ka lënë një plagë të thellë në shpirtin e tij, ndonse rradh flet për këtë. Ai është rritur me nënën e tij, ndërsa mungesa e një figure të qëndrueshme si babai ndikoi shumë në karakterin dhe qasjen e tij ndaj jetës. Familja e tij kishte shumë vështirësi financiare. Në një moment, ata nuk kishin para as për qiran. Xhan është përpjekur të mbajë familjen dhe studimet njëkohësisht, duke punuar dhe sakrifikuar jetën sociale. Engin ka përmendur se ai zgjedh vetmin si një formë mbrojtjes. Ai është shpesh i mbyllur në vetvete dhe është ndjeri pa kuptuar dhe nga njerëzit e afërt. Ky izolim ka ndikuar në marrëdhëniet e tij dhe shpesh e ka bërë të ndihet jashtë botës së tij. Ka pasur periudha të gjata në jetën e tij ku është zhdukur nga publiku, ka udhëtuar vetëm ose është përqendruar vetëm në shkrime dhe lexim. Gjë që ka ngritur dyshime për vështirësi psikologjike apo emocionale. Këta ishin disa nga aktorët turqë që kanë përjetuar drama dhe tragjedi në jetën e tyre, po ju, për cilin prej tyre nuk kishit dëgjuar më parë, dhe cili është aktori juaj preferuar nga kjo listë? Shkruani në komentet, mezi pres të dëgjoj mendimin tuaj. Mos harroni të pëlqeni videon, të abononi dhe të shpërndani atë tek njerëzit e dashur. Faleminderit që ishit këtu me ne, shihemi në videon e radhës.